Kanë arritur në Tetov 10 automjete të reja, që do të kontribuojnë në ushtrimin më efikas të detyrave të përditshme të policisë, ndërhyrje më të shpejt në teren dhe pranit të shtuar të policisë aty ku qytetarët kanë nevojë më të madhe për siguri. Një furnizim i këtillë i automjeteve të policisë është i pari pas 15 vitesh, ndërkaq bëhet fjalë për automjete moderne dhe të fuqishme, me të cilët në punësit policor do t'i ushtrojnë detyrat e tyre të punës me më shumë efikasitet. Nga sektori për punë të brendshme në Tetov, thonë se pas një kohe të gjatë, ky sektor pajiset me vetura të reja, të cilat janë më efikase dhe do t'ju mundsojnë pjesëtarëve të policisë të arrijnë në kohë në vendngjarje, por dhe për të rritur efikasitetin dhe gjatë veprimeve tjera operative. Gjatë ditës së djeshme, në sektorin për punë të brendshme Tetov kanë arritur 10 automjete të tipit Peugeot 408, të cilat Ministria e Punëve të Brendshme ka dedikuar pra nga 10 automjete për secilin sektor për punë të brendshme të qyteteve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, kështu që me pranimin e këtyre automjeteve do të lesohet në masë të madhe puna e pjesëtarëve të policisë, të cilët pra operojnë dhe kryejnë aktivitetet e punës në teren. Kështu që automjetet janë të pajisura mirë me të gjitha pajisjet e nevojshme sa i përket kontrollit të komunikacionit, kontrollit të shpejtësisë me anë të radarit të instaluar brenda automjeteve dhe detektimit të shkeljeve të tjera që ndodhin në trafik. Gjithashtu me këtë pranim sektorit për punë të brendshme Tetov i lehtësohet në masë të madhe puna në teren, për arsye se pra kemi pas në disa raste dhe mungesë të automjeteve, të cilat shpesh, siç e dini edhe vetë, janë në funksion 24 orë në ditë, pra dhe të njëjtat ndodh që ndonjëherë edhe të prishen, kështu që me pranimin e këtyre automjeteve nuk do të kemi probleme të transportit të patrullave të policisë apo të lëvizjes në teren në raste të marrjes të masave dhe efektivitetit më të lartë në punë. Ministria e Punëve të Brendshme thekson se furnizimi me automjete të reja është pjesë e një procesi më të gjerë të modernizimit të policisë, i cili përfshin dhe rinovimin e pajisjeve, digitalizimin e proceseve, avansimin e trajnimeve dhe reformat sistemore me qëllim krijimin e një shërbimi policor profesional, efikas dhe modern. Automjetet e reja në kuadër të pajisjeve të tyre teknike kanë të gjitha karakteristikat moderne, teknologjike, për t'u përgjigjur të gjitha sfidave si çdo polici tjetër në botë. Në të gjitha automjetet do të instalohen sistemet më moderne tetra me informacionin e nevojshëm me qëllim që në punësit policor të kryejnë të gjitha ato verifikime të nevojshme të evidencës në vendngjarje. Të gjitha ato analiza të dhënash që i ka policia, analizat e evidencës për kundërvajtjet dhe gjithçka tjetër që është e nevojshme. Kjo të njëjtat të jenë efikase në suazat të punës së tyre dhe së fundmi të përgjigjen të gjitha atyre sfidave me pajisje, informacion dhe teknologji. Të gjitha që i ka çdo vend tjetër evropian, njoftuan nga policia e Tetovës.